Mish të emisionit të Nzat, tash paraprakisht, kam kënaqësinë e veçantë që të ftuar në studio në rubrikën 7 ta kemi një këngëtar, një aktor, me pak fjalë një artist të jashtëzakonshëm. Shqipëri Kelmendi është me mësonte. Shqipëri faleminderit për kohën. Mirë si u gjeta. Kënaqësi. Mas sa vjetëve në studio të RTK-s, nostalgji prej kohës kur kemi zgjeruar atëherë si aktori komedisë. Kemi mujtë më thjerë dhe më herët, se isha ardhë. E di, po e kom lënë momentin e duhur. Faleminderit shumë. Gjithçka ka një arsye. Po duhet ta bëni pyetje, emrin e kish shumë të mirë. Kush ta kalon? Emrin e kalon Axha Hamindjer. Axha. Në atë kohë, gjatë që edhe puna e regjistrimit në atë kohë, ka zgjatë dikon një vit mas i kom lindë. Okej. Se s'm kanë regjistruar atëherë ata. Po emrin e ki pas? Po emrin e kom mojtën. Kanë thirrë. Po, kom pasën emrin, se s'ka pas kush ma merë. Jo, Shqipëri, emër fantastik. Ka qenë, tregon kjo për dashninë e madhe që kemi pas për Shqipërinë, për kohën. Po sigurisht se na në familje që ashtu e kemë Shqipëri e Shkombene, Milat e Drilan, kështu krejt jemi munumi për mbledh, gjo që në Shqipëni e din edhe ata që po na shohin edhe krejt, na ju lojnë për shtypje me emrat qysh na i kemi lonë. A dhe mëse, po normal që kanë dashnia për Shqipëni, edhe vazhdojnë me kohën. Dhe ata na dojnë, po na i dojnë pak ma. A e ki vazhdu të njëjtën tradit të fëmijët e to? Jo. E nale pak, se thash me zbot. Mos po bëhet shumë. Po mos po bëhet shumë. Shqipëri, të njohin si aktor. Ke qenë një prej aktorëve të kohës më i pëlqym, po të njëjtën kohë je një këngëtar fantastik. Domethënë, kur ju them njerëzve Shqipëria amrin shumë. Domethënë kënon këtë zhanret, baladat, këngë popullore i ushtron në mënyrën fantastike. Tregom-më çysh ka përcim edhe kur e morë vesh që je edhe këngëtar i mirë. Unë me këndu are, unë kam kënu si kur fëmi. Okej. Prej kur jenë majtë dita të shkolla të asaj kohë që prezentu dikon për klasës 7 ndështa. Edhe kom pas fatin që i kom pas edhe kushëre edhe kujshi, familjen e Albinës Kelmendit, bujarin e këta. Unë realisht jëm rrit të ta muzikalisht, edhe ata edhe bujari është muzikalisht ma i gjonë, më thonë, ajo frymë. Se mendoj që me Albinën për shembull ka zhondrët, veç që anglisht nuk djekën edhe anglisht. Okej. Jemi që atë. Po ju edhe mirë arbër për shkak të kanalizimit, apëtën se kur ki shumë muzikalisht i kënon krejt zhondrët, të nëzdi njeri ka mu drejtu. Okej, po du me ditë, po mu ky pak të aktrimi, atë mërmalli. Unë aktrimi mungan edhe vazhdojnë me mungu, na normal që si aktor edhe akumulohemi, apëtën. Nështë edhe në herë në shpe me shëshnime, ato i bën se ki nevoj me qitë dhe me nxerë jashtë ajo që akumulohet. Muzikën, normal ta shëkom në rend parë, që mirë në vesh me muzikë. Nuk kom mendu ndë një herë që kam më kalu, do më thonë, deri në qëtë stazë, se kom deshtë gjithmonë dhe vazhdoj me deshtë, po nuk e kom mendu ndë një herë që kom jetu prej muzikës. Okej, dikur hobby tash profesion, po më dohet. Kështu me tonën që është i vjen. Që është i vjen. A e gati për 10 pyetje, jam me 7 kënu përgjigje. A do të pi marr vetë ato? Që se spriton, që se doni bëj une, po zakonisht ja lojmë musafirit. Si ka qenë takimit i parë me aktrimin? Okej. Takimi jam i parë me aktrimin, unë e kam ardhur në Prishtinë si student i Fakultetit Ekonomik. Ekonomik? Ekonomik. 6 muaj kam shku në Fakultetin Ekonomik. Edhe mas sa nej, do me thonë fillova me u shëshnu me studentët degës aktrimit. Edhe ata kam po diçka ma ndryshe që se kom po të vetja. Edhe theshin si e për ekonomikë lojde në aktrim, të adën se jenë drejtim gabum. Po na gjithmonë familja me që u djallin me bo ekonomes, me bo kështu, pas ja dën djallit të lojde. Edhe mas nej kom kalu në aktrim. Okej. Mas nej kom kalu në aktrim. Je pranu në cilin vit? 96-7. 96-7. Po. E ki kry shkollën e aktrimit, e përfundove. E kam diplomuar edhe që të gjitha. E kur ke shfaqja e parë, Haman Men, shfaqja ose dalja e parë? Dalja e parë në skena na si aktor të akademisë, normal që i kem pas me provimet, kur kem fillu me i dhonë provimet, edhe kon me publik të hapën, në teatrin dhe dona në atë kohë. Edhe kështë me radhë vazhdova me aktrimin. Sa e fështirë me adaptu një rol, Shqipëra? Ju edhe e letë, me kryu një personazh, nuk është edhe e letë. Ta është më varët se dikush i bën personazhet e bazume, dikush të imaginume, personazhi për personazhit normal që ka shumë dallim.
Po me hi taman në logjikën e personazhit nuk është edhe e lehtë. Amo kur të hen. E transformimi? Prej një roli në rol tjetër? Njëjtë. Njëjtë. Kur të hen. Pyetja e dytë. Kush, a që ku me lanë qëta? Ku dush ti tash? Vish mos e gjujnë tokë. A mi morë me vetë, jo, na familjarisht nuk e gjujnë letrat në tokë. Cile o pyetja e dytë, çfarë po thot? Mos e lexo se peshon njerë pe lexon për veti tani për publikun. Çfarë vlerëson më shumë të njerëzit që i mban afër vetës? Okej. Të njerëz që i mbaj afër vetës ose që i kam njerëz të afërt, gjithmonë e vlerësoj njerëz që janë të sinqertë. Edhe njerëz që rrinë me ty pa interes. Njerëz që rrinë me ty pa qëllime të caktuara, njerëz që e ndajnë të mirën edhe të keqen me ty, edhe njerëz që në çdo kohë janë për ty ose je për ta. A ndodha ka raste kur rrinë me ty për që e Shqipëria? Ka raste, ndoshta kam pas shumë edhe zhgënjime në jetë në shoqëni, po ajo ka edhe mësim. Po njeri sa t'jeton mësan, deri sa shkoj ma nej. Për ty dhe ma i mirë? Për ty? Sinceritetit të njerëz. Pyetja e tretë. Gjithmonë me kome sinqert, s'ka ma mirë. A me qenë mirë njës? Mirë njoja është e para. E para. Qa po thot? Kur krijon një këngë tre, çfarë vjen e para tek teksti, melodia apo gjendja emocionale? Okej. Këto nuk bojnë asnjëna apo tjetrën. Pikërisht. Po një tekst i mirë e nxjerr një vit mirë edhe një vokal i mirë mundet me konë me një këngë mirë. A të ka ndodhë gjatë rrugës ose kur je konë të udhëtu ose në aeroplan me shkru një tekst ti edhe shkruan? Nuk je për atyne që nuk... Nuk jam për atyne që nuk shkruj, po nuk e ku morë guximin. Do ta manë, se si t'ja nisi me shkru, ta në atyqysh i hi fellit. I fellit, kështu që ja ku mlon aty në zanatit. Të regom, në që se du të me bo një kangi, ki tri emna. Ki me zhjetë të shkrusin, kompozitorin, dhe... Kush po me? Orkestrusin. Kush janë këta tri emna? Që kish me do një kangë fantastike për ty? Po ta shkat në ndryshëm të mirë. Tre, pe di unë që ka, se normalisht, tri emna me Kreshnikën me Audion, edhe me Ardian Kastratin këmë punu këtë shumë. Okej. Që këmë punu pak ma shumë me ta. Po ka dhe të tjerë shumë të mirë, po unë po dash me punu pak ma shumë se këmë punu. Pak ma shumë, për ta më fund krejt e këmë lo me t'i bodë nësa pytje. Qa vëdhet pytja 4? Po ka pak e gjatë. Qa vëdhet? Si ka njësur lidhe e otë me muzikën dhe cili ka qenë momenti kur e kuptova se këndimi nuk ishte vetëm pasion, por dhe mision. Kur janë njëse me tamën, po flasëm u i bone i famë shumë Kosovë si aktor, krejt dojshin, kur janë njëse tamën me thonë tash du më marë me muzikë? Po mase e lash komedin. Mase e lash komedin? Po defekti jam, se na jemi njerëz dhe këtë gaboj. Absolutisht. Kur ta merë menja që jenë regull, që atër dush me punu mas shumë ti. Okej. A vëden qysh, edhe unë e u dash që atër mas shumë ti me punu, po mu ma ka morë menja që jenë regull, edhe që atër është defekti. Okej, kur ka qenë kanga parë që ke realizu projekti parë ose koncerti parë? Koncertin më parë ko majtë ndikon në klasën e 8 fillore. Po flasë mirë profesionale, shqipe, kur je pagut, kanë thirë, ke pas publik. Aha, kur jem pagu, arë. Po bra. Pasha zotën, për marru. Dasmën e parë, a manë men ku të kush ki performu? Parën që ta kam besu? Parën, më duket se në peje këm pas. Më duket se në peje këm pas, po. Ako, që kujtën, ako në momenti shtu? A ki pas naj moment si kletë shumë? Jo dhe i letë, a bëden se është dash ma shumë përgjësi. Absolutisht. Me thonë, sa vitet kalojnë të i veç e merë përgjësin edhe ma të madhe. Ate më vjen të kuptu se dash ma është përgjësi. Po ta shu bunë gati 20 vjetë që veç që të punë e bëj. Edhe marrë me përgjësi, jashtë zakonisht plotë. Po marrë parasysh që kështu në tavolinë, jem ma i hareshe me u marrë me sem, po kur vjen puna të puna, tamam puna, bëden që është jam shumë i prejmë. A ka pas një moment kur je një gëgja në ciklet, që dash më nëzirë për situatës? Kërësisht jo rri gati, jo rri gati. A je detajist? Shumë gjithë sen.
nuk kom pas në i moment që jëm linë është ta shumë siklet ose... Me arru tekstin, me arru kongën, me... Po kongë ti harrojmë ka njerë tekstet, ti harrojmë, tana e vazhdojmë tjetërën. Okej. A vetëm qysh. Okej. Kom pas, në një kom pas, është shumë e mirë me një darë se ma i zëtnia pa temërin Mahmut aji. Po. Edhe tash mund vje ke ketë, se shumë dasë më orë Mahmut dhe qysh... E unë e Muhammet, ja thesha dhe. Muhammet të në kohë. Po, a i ma bëj ke me dorë kështë ndru. Edhe më thash Shqiprive, Mahmut e kom e me thash o pe diber, po m'bjen more, Muhammet ma mija dhe dhe gjithë. Ja, unë jam, qysh me thonë, do shtë edhe profesioni i aktorit edhe i komedionit, më kam pranu shumë ndryshet. Edhe në i batut kërë bëj edhe në i diçka, dhe me thonë nuk... Mirë kuptojnë. Po, mirë kuptojnë. Si kanë herë thëmë me konë kolegët e mi tjerë, me ngucë, qyshën e ngucë, se qase, i morin shumë ndryshe, po mu më kanë dimu kja, edhe kam qef me konë i lirë me njerës, këtë që shkaj. Pyetja 5. 6 ke. 5. Ka ndë një moment në karrierë që nuk do të harrosh kur. Siklet shumë të mirë, të gëzushëm, rjeni i plëtsum. Momentet e mira e në konë atëherë kur kom fillu me dalë në diasporë si aktori i prallës të asaj kohë, si komedian. Edhe tash përbona e më desve që jem konë shumë i dashtëm për ta. A vëden edhe gjithmonë jem një mirë, kur njerëzit kanë apru dhe njerëzit, qësh me thonë, kam folë fjallë mira për ty edhe jë një mirë që të kam pas afër. Kje ka që me bukur. Shumë. Për mduke që është pyetja 6, po në qëfëse nuk është një pyetje në vazë, që nuk arrin me tërhek... Vazë janë nga dora, se shmëra... Çka po thot? Çka po përgatit për publikun vazhdim më shumë muzikë apo film? Muzikë gjithmonë. Muzikë. Po, muzikë. Po, e ke marrë pjesë të filmin Një sy mbyllur. Po. Tregon pak për këtë eksperiencë Shqipra? Andamioni, regjisori, që më duket që jeton në Amerikë, konë atëherë, konë jurin në Pjenap, duket. Ajo, 19, sa di, kom arru sakt, jo, 19 festival që ko. 19? Po, edhe a i kish pas dash me bo filmin Një sy mbyllur, ja kish pas nda rolin një aktorit Shqipnis, po të na kur më ka po mu, a vëden, ku me ditë qyshje kom do puna regjisorit, edhe të na ma afraj si rall, o ko një eksperiencë jo e keqe, e mirë, shumë e mirë. Edhe një rall e ka pas me Glydi Osmani, kolegu jam edhe shoku jam. Edhe në atë ko kemi najt një kohë në Shqipni derisa është gjiru filmi, eksperiencë mirë, punë e mirë, edhe na japën bag i zara, din se kena me shku me gjiru në Shqipni, a vëden që është normal që u dashtë edhe me kalzu vetën. Jo, okej, në e projekt, në e kongë, që e tu punu? Kolazh? Kemi bosh tash pak që janë projekte të fund vitit, s'kemi najt. Okej. Edhe mas vitit kam një balad që mendoj që është super balad, që jam të rujt. Okej. Një gjetë momentin për me... Janari, ko, ama e mirë ftoft, po besoj që janari, a ki me zgat? A i në qizua, u krysi? Jo. A halja është në telefon si demo? Si demo është, për bëhet ajo. Bëhet, realizohet. Pyetja e fundit. Ja, s'ka morë. Ja, dhe një e ki. Allah, je ka nga pështjel me po shë zoti edhe një, 7 janë. Dëtë gota, ko ka nga te. Li ka qenë momenti me vështirë në jetën tënde personalit që të ka forcu si kur një ri. A ka pas momente depresioni, momente angti, shgënimi, Shqipra, se na të shohim ty në televizion, i qeshun, i lumë të menojmë që jeta si në vëj. Jo, momente vështira ka krejtë, se gjithmonë thëmë, nuk është ajo krejtë që ka shijet, se mëra pasaj, ka shumë mëndër, ka shumë punë, ka shumë sakrificë për me pa diçka, për shembull pak minuta. Momente që atë sa rroga, ku me të pyetja dhe jere? Ne, moment vështirë. Momentet vështira gjithmonë kemi dhe gjithmonë ballafaqohemi me momente ndoshta jo të mira, se ndoshta për shembull e dënë me bo një projekt, vjen deri çto çati dështon, a vëden qysh. Po jemi mësu dhe duhet me luftu në këtë punë. Luftarak? Gjithmonë. A ka pas momente ku po supozojmë ka njerëz më nuk po mdojnë? Nëse këtë aktorët dhe këngëtarët ka një botë... Hinë që atje dhe ka. Hinë pak ku s'duhet. Njerëzit gjithmonë dojnë, po ti dush me punu që ata me derë. Pikrisht. Ti dush me dhonë që ata me derë, se nëse nuk përna nuk jep, normal që... A ma shumë ke jep muzikat dhe ki marrë pisajna? Shqipra? Ko marrë. Ki marrë. A është momenti që... Bile është marrë, me thonë sa ko marrë që adin në kontrast se sa ku më do. A është momenti që mu rikëthy me kong, me projekte, bashkëpunime, albume? Qashtu po mendoj.
Qështu ki menu dhe vitin e kaluar. Ja, se stash që kom kop kështu tamam. Shqipro, du me të pytë për fund, ka aktrimi, a kena me të pa dikun, na i stand-up komedia... Nuk është që nuk ka pas ofertë ashtu që t'i bojnë do, po njerëzit pak të përzin. Unë jam kanalizu tash ka muzika, në momentin për shembull që bën diçka tjetër, tana njerëzit koncentrohen që aneja. Po, është problem. Është problem mindo, shumë mirë që... është shumë problem është mindo. Unë i bëj të dyjat me qef, po është problem si audienca është problem mindo. Se të shenë për shembull të lujt një komedi ose diçka, edhe dënë me tjerë ndo, se më sa tje pësaj ja kish një s'po luj ka, bëdën qysh. Që aty problemi se normal që isha konë nështë edhe me aktiv me komedi. Edhe pyetja e fundit, cila është kënga që më shumë ti e don edhe e kënon me këtë zamër? Këngat që e du edhe e ndëgjej gjithmonë edhe më bën mu një krenar, është një këngë që ja u kom kushtu plot burrave të Rrugovës. Kënga thirrët Thret Rrugova se ja kom pas bërgjë vendit tem. Edhe atë këngë e ndëgjej me shumë krenari. Edhe starë nga atë këngë është e pamëshme me mush pak sytlat. Shqipro, po të falenderoj shumë për kohën. Lutem shumë. Ishte dhe knasjeve shansë shërësht. Edhe më bo shefi që të pata në studio. Shumë falenderit.